Derisa shkollat fillore dhe të mesme të vendit deri sot ishin në pushim dimëror, arsimtarët e shkollës fillore Fai Konica nga fshati Slupçan pushimin dimëror e shfrytëzuan për të punuar rreth rregullimit dhe merremetimit të shkollës së tyre. Për 2 javë rresht, arsimtarët e kësaj shkolle me punën e tyre të palodhshme i ndryshuan pamjen objektit të tyre shkollor që nga oborri deri në Brëndi, me qëllim të vetëm që nxënësve të tyre të mundsojnë kushte më të mira për mësim. Ajo që vlen të theksohet se i tërë materiali i nevojshëm është siguruar nga vetë kontributi i prindërve, por në këtë aktivitet të rrallë ndërne ka ndihmuar edhe komuna e Likovës duke ndihmuar me 400 metra pllaka bekatoni si dhe disa biznismen të këtushëm. Është një realitet shumë i vërtet, është një vullnet i gjithë kolektivit që këto ditë pushimi me nxënësit, sepse ne jemi në marrëdhënie pune, do të thotë neve nuk kemi pushime, pa ndërprerë për çdo ditë kemi qenë, do të thotë në objektin apo në shkollën tonë dhe vullnetarisht kemi marrë iniciativa për pastrimin e objektit të shkollës dhe oborrit të shkollës në përgjithësi. Do të thotë kjo që po shihet këtu, shtruarja e pllakave të betonit, është si rezultat i asaj iniciativës për pastrimin apo mirëmbajtjen e higjienës në oborrin e shkollës dhe brenda shkollës. Neve kryetari i komunës zotëri Sadullah Doraku na dhuroi 400 metra katror pllaka betoni ku Kjo aktivitet u prit shumë mirë, të gjithë arsimtarët u aktivizuan që 20 ditë që jemi këtë pushimin dimëror, gjithë për çdo ditë kena punu këtë aktivitet. Po duhet të falenderoj edhe qytetarët e fshatit Slupçan dhe fshatit Orizare, se për çdo ditë kanë dalë këtu dhe na kanë ndihmuar. Me gjithë vullnetin më të madh, domethënë, kemi pranuar të gjithë kolegë bashkërisht që të bashkangjitemi kësaj iniciative apo këtij aksioni për ta merremetuar, për ta rregulluar, për ta pastruar lokalitetin e shkollës. Jashtë objektit, domethënë, po edhe brenda objektit. Përgjithësi që e përfshin shkolla, kemi vendosur ashtu kolektivisht, vullnetarisht kemi punuar domethënë që një 2 javë gati. Gjithsesi se aktiviteti vullnetar i arsimtarëve të shkollës fillore Fai Konica nga Slupçani do të shërbejë si shembull edhe për shumë kolektiva tjerë shkollor, se si me punë vetanake mund të ndryshojë gjithçka, e sidomos në ato shkolla ku kushtet janë të vështira.